Në të gjithë territorin e vendit po vjen puna për lirimin e hapësirave publike nga ndërtimet e palishme në kuadër të një nisme që i paraprin zbatimi të programit Rilindja Urbane 2.0. Kjo nismë synon rikthimin e ligjshmërisë në territor dhe krijimin e kushteve për zbatim të qëndrueshëm të komuniteteve përmes lirimit të hapësirave të uzurpuara pa leje ndërtimi. Kreu i qeverisë ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga një tjetër ndërhyrje e forcave të inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit, ku po kryhet prishja e një godine të ndërtuar në mënyrë palishme. Vijojmë kudo, shkruan ai, duke theksuar vendosmërinë e institucioneve për të vijuar aksionin në të gjithë vendin. E nisur në muajin korrik, nisma për lirimin e hapësirave publike është konceptuar si një nga ndërhyrjet e përhershme dhe mbetet prioritet si për pushtetin vendor, ashtu edhe për atë qendror. Një rol të rëndësishëm në këtë proces ka patur edhe denoncimet e qytetarëve, të cilët realizohen përmes portalit të dedikuar Hapësira ime publike. Sipas të dhënave zyrtare, deri më tani janë raportuar 16.829 raste, nga të cilat 12.872 janë zgjidhur, ndërsa 3.956 raste janë ende në proces shqyrtimi. Qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndëshkimin e ndërtuesve që shkelin ligjin me qëllim garantimin e një zhvillimi urban të rregull dhe në funksion të interesit publik.